Për moment jam të shku fakultet. Ndoshta s'mune me vej pak edhe vezonitat më të shërtu. Përveç ati takimit që u përmena më herë, është edhe një dorë organizume. Fakt, dorë me thënë se nuk është dorë, është përbëhet për ushqimeve të cilat kanë mësirë pjesëmarrës për shtete ndryshme. Të më parasysh që pjesëmarrësit janë prej Kroacisë dhe Holandës, ma që kam informacione. Mendova që më morë diçka që po besoj që nuk e ka ndoshta atje, kështu që e mora do si tullu më mora, në në mbësirë, më thënë. Kështu që po, hajde, po shkujnë tash. Këtu të vime universitetit e kam për kështu një kamion, ku mbrenda në fakt është një muzej i lëvizshëm, nëse më më thonë, për luftën në Çanakkale. Kështu të këtë. Ide e mirë. So these are the heads to have like these like removed and these filled in, and so like in order to give them an opportunity to practice. Yeah, no, really, it's like a full drawer filled with these. I like ex-college and like Dita e dytë mbaroi, për momentin jam këtu kësaj shpet. Më më thonë që më ka pëlqyer kjo ditë, po kon interesant. Sot na marrë kryesisht me krimin e me krimin e paketimeve, të cilat janë të dëshme për mjedisin jetësor. Unë me vrejt, sot rruga ka t'i përkundushe se tira herë. Arsye kësa është për shkak se edhe takimit për sot është përkundushe. Muj me thonë që sot është dita më e bukur e këtij projekti, edhe pse i nazdu marrët se tira të, diçka që unë nuk e preferoj shumë, po si të qoftë, kena me shku në Uhor, që ja vjen, dhe tash po shkoj për të autobusit. Pas 3-4 orëve, tash kena arrit në orë. 30 minutes to go around. Paula, ja ću majke mi tvoju glavu, ne znam, nekako. Tash kena ardhur edhe te Muzeu i Letrës, këtu kena me pas si krijohet letra. Da, pokazuje që vama tregu kultura.
everyone. After you learn how it's made, you will appreciate it more. Hardwood, oak, walnut, cherry, chestnut, different wood, different color paper, oak, dirty white, cream, juniper, yellow, ochre. Screen, wood screen. Paper stitching. Transfer felt for drying. Cotton and linen for drying. And 40, maybe 50% water in paper, minimum 30 sheets, press water out 10-15 minutes, drying 2 days, natural drying outside, standard 2 days. After 2 days, paper separate. It's paper. Not flat, press again flat, minimum 15 hours, and finish. Possible write, paint. Për momentin atë kisha më detyruar, ka emrin Shën Sofia, edhe një fun fact për këto është që janë 365 kisha vetë se nuhër, ku se është ka një për se certifikat. Samo tu, može bilo ko može prosti kazati. Ja prvo ja ne gledam u pod. Aj, viš. Slatka. Kur stashin aty me një gjanë, ku bojnë kështu perla dorës, edhe është i vetëmi vend në fakt janë 2 familje. Për momentin jena të 2 prej dyqanëve vetme që bojnë perla të dorës, më thënë njohë të gatshme që miren prej detit ose prej dyqanit. Po janë 2 familje të njohur, cilat ata i bojnë perlat vetë. Po sekretin të di për shkak se që tregojnë normal. Tash që na dhe të piseve me preferuar nuhër, është një kështu si ur prej drasave edhe kena me hisë në pjesë. Është pisa ku marrë mas shumë të knatësi. To sam da 16, 15. Imamo 14 dana. Da, je. Viš mogu kao oči. Ok, sad je flex, presarama je teško. Ne volim, da, ja ti to ne volim, to radim. It was good. Kao učiteljica. Tash që mbarum me drekën, darkën, jena të dalë me bo një edicione për qëtet, dhe pastaj më përsta me mund të me pikase. Combination Okay, great. Kafe fatke që është desh me i marrë me veti, për shkak se nuk po kena ko më ule dhe me pitikun, po kap që prap nuk kena pa kafe. Finally. Sot ishte dita e fundit e kësaj jave, do të thonë e këtij projekti. Të ishta me njësua dhe sa, për nuk është që ka pas shumë diçka për shkak se sot kryesisht jena mirë me prezantimin e projekteve që i kena bo brenda kësaj jave, po në fakt që kanë fillu edhe para kësaj jave online. I kena prezentu ato, pastaj kena marrë komentet prej juris, prej gjyqtarëve. Muj me thonë që po besoj që ka qenë projekti më i preferuar prej tyne, për shkak se certifikatat i kena marrë,
po ajo notimi se kena marrë për shkak se për ato do të më vendos ata nërmjet vete, po shpresoj që ato e marrë më së shpejti. Që qoftë, disha më tregu edhe me përshëndet për këto edhe një prej pjesëmarrësve që e njoftova gjatë kësaj jave. Ajo është prej Kroacie dhe në fillim kur u taku më tha që më duket është dikon e njoftshme, do të thonë dikon të kam pa. Dhe pastaj më pyeti nëse bëj diçka në YouTube ose në internet, ai thash po, okay, atëherë ta ti kam po një video për aty, që për aty po më kujtohesh. Dhe pastaj kur ishmi noher, ajo më mori një dhuratë si një shenjë kujtimi. Kjo këto ishte shumë e bukur, tash do t'rregoj edhe pak më detajisht. Kështu që veç isha me përshëndet. Dhurata është kjo në sa e bukur këtu, ku do më thonë ishmi me një dyqan noher, tu shiku dhurata për familjen e saj dhe pa prit më se mora dhe këtë unazën këtu, cilën ma dhuroj mu. Faleminderit shumë. E di që s'e në shqip, po kur ta dëgjosh emrin, të paktën e dëgjosh lidhje me ty, kështu që faleminderit shumë Matea. Është një dhuratë tepër e bukur. One eternity later. Kena orë deri në skate me Erinën dhe me mamen. Në pare se me filmë me shku për tisha, tam mamet që kanë bidë më freskë shumë gjatë jashtë. Pas kam përshë në të se adet kur kesh në fatë. Shumë marrë të famë, grateful. 2 hours later. Për shkak se nisër është kurban Bajramit, ashtë që u jap disa detaje për Bajram. Filloj me baklavën. Këtu i kena disa mbëlsira që ka po mje, me susa, me lokum dhe pasaj në mes kanë edhe zhele, kështu. Pastaj kemi edhe këtë pjesën këtu që i ka rregullu Erina. Dhe si përfundim i kam bërë edhe disa mbëlsira që kanë formën e boçave të pishave, do të thonë drojve. Nuk jam e sigurt të i thojnë ashtu, po na kështu i thojna. Këtë formë kështu. Dritat kam me i vendos nesër, për shkak se për momentin nuk arrita me gjithë bateria. Do të më ndu me i vendos këtu te kjo pjesa e pasqyrës. Dhe pastaj kam edhe këtë të lëvijen këtu, që mundu me po. Janë disa pako DIY, do të thonë, duhet me i bo on. Kam kështu me shirit dhe me gjithë shka. Këtu kam me i bo si dhurata për fëmijët. Këto janë për fëmijët më të vegjël, kurse këto janë për ta pak më të mëdhej. Disa dhurata të vogla si kjo kështu, do të thonë janë vula të cilat vendosen në fletore, janë me ngjyra ndryshme dhe me forma ndryshme, me figura ndryshme. Këtu me Mickey Mouse duket janë krejt po okay. Edhe këtu kemi edhe disa vath që i përmenda për ata që janë pak më të mëdhej, kurse këtu janë figurat ndryshme që mundesh me i vendos në për çanta, në për çelësa ose në për telefona dikush që don, varësisht se kudo. Do të thonë kjo pjesa këtu e vulës dhe këtu me varësi janë për fëmijët e vegjël, këtu vath për më të mëdhej, por kam i vendos edhe disa çokoladë tjera. Në fund do t'rregoj se si duken krejt. Njërën prej këtyne e mbarova, duket në këtë mënyrë, ku mbrenda i vendosa ato vath si që u tregova, disa prej këtyne çokolada, bombona këtu, pastaj ja vendosa edhe prej këtyne stickers që i kam blerë në forma ndryshme deleve. Po, kredele, se mendova çokolada se në tjera për Bajram, po jo, ku kam vetë delene për format ndryshme. Dhe pastaj kam i vendosa edhe nga një, do të thonë kam e shkruajtur kështu nga një ajet, kam e palos në këtë formë dhe e vendosi këto brenda kështu. Për se cilin prej tyne. Që kështu. Dhe është gati.
Me dhurata për matriturin mbarova, janë kështu 3 copa, në fakt 3 copa jo, po janë për 3 persona, po disha me thonë 3 dhurata, kurse këto për të veçlit ende s'kam mbaru, po duken në këtë formë ditash, po duken tepër të lezetshme, vetëm dhe ishta më jo tregu për këtë detaj këtu, që nuk e dita që e kanë, janë si do kartolina kështu të vogla, që kishin ardhur bashkë me këto varcat, më thonë kështu brenda, dhe ata për se cilin po e shkruaj emrin e tyne, kështu që kur ti zgjedhin ka me pas edhe emrin e vet, më thonë se cili shkruaj merr vetën. Më në fund të dhuratat jetë gati gjitha, kështu, vetë se po i presin nesër fëmijët marr, kështu që tash unë muj me shku me flejtë. O të një mirë njerë. Mëngjesi, u po Bajram, dhe ishta me oru Bajramin gjithë besimtari musliman, kudo që ndodheni, shpresoj që kaloj një ditë sa më të bukur me familjen dhe me dashurit tuaj. Gjithashtu shpejt ja u tregoj pak edhe outfitin tan për Bajram. Është një fustan kështu i thjesht, po shumë i bukur. Kjo video ka qenë një video pak përzime, keni pa pjesë prej ngjarjeve ndryshme, domethënë prej projektit, prej diplomimit, pastaj para diplomimit duhet të ketë një pjesë ku kam super provimin e fund që e kam dhënë për magjistraturë, ku do të thonë maj kam mbaruar gjitha, po tash më kam vetë tema e magjistraturës, që është pjesa më e rëndësishme në fakt. Pastaj për Kurban Bajramin, kaq më duket, do të thonë ka qenë përzime, po shpresoj që keni kuptuar diçka, që qoftë, shpresoj që ka pëlqyer kjo video, kalofshi sa më bukur dhe shimin në video tjera.